Me që jemi të raporti e përcakton që partia dhe shteti nuk u ndan. Pra vazhdon e njëjta smundje. Që të thotë Partia Socialiste me gjitha entourazhin e vet u hodh në fushën e lojës dhe kjo ka të bëjë me barazinë e zgjedhjeve. Pra zgjedhjet barabarta, zgjedhjet ndershme nuk ka. Ndershmëria është koncept abstrakt, por të barabarta sigurisht që duhet ketë. Pra qeveria nuk mund ndeshet me opozitën, duhet ndeshet Partia Socialiste me Partinë Demokratike, sepse zgjedhjet janë jo të qeverisë, janë të partive politike. Ky është koncepti që duhet kishte në zgjedhjet. Sidomos në qarkun e Durrësit, nga ku unë vi, me që ju e referut. Nuk mund mos e shfrytëzoj faktin që të kam në studio për ta konkretizuar me një protagonist konkret në patjetër. Qarku Durrësit diktohet nga krimi organizum dhe unë këtë moment nuk e pash të raporti OSBE Odirit. Pra kjo ishte pritshmëria ime e cila nuk u përmbush nga ky raport.